ekran, pyetja tjetër në ekran, nuk e di është pyetja apo jo, po është një fabull që duhet ta është aktualiteti politik shqipëri me fjalë. Zgjedhje 11 maj gara e partive të reja. Tani me që la fjala Kapri, po me që s'pat e kone nevojshme të flisje, po e fillojnë nga ty dhe pas të Arlindi. Gara e partive të reja, me që la fjala ti me Arlindin njifesh personalisht? Jo, jemi takuar edhe për studia, personalisht nuk njifem. Nuk njifem, nuk keni urdhë ndonjëherë të as për... Asnjëherë. Para se të fillojmë, jam kurios ta di, çfarë mendimi ke për Arlindin dhe të njëjta pyetje bëj dhe Arlindi për ty pastaj. Dhe duke qenë se rastësisht ti je numri 2 në Tiranë dhe Arlindi është numri 2 në Tiranë. Për partitë. Pavarësisht se Agron Shea është thuaç kryetari i Partisë Mundësia, ndërsa Arlindi është kryetari i Lizjes Bashkë. Me Arlindin ndajmë 180 gradë për idetë që kemi dhe për modelin e zhvillimit. Por... Ku bashkoni, më thoi ku bashkoni, se ato të tjenë pikat më të vogla. Bashkojme të konsistenca, bashkojme të fakti që ishëm ndoshta të vetmet parti që nuk bën pazare të orës 12 për të ndryshuar lista ose për të marrë për të peshkuar në një deputet të forcave tjetër. Për kë po bën kështu thuaje? Për kë? Për kë po bën si quhet më? Po është e kuptueshme, e bën të gjitha. Të gjitha partitë e mëdha dhe ato që konsiderohen të vogla për të bërë të mëdha, kanë bërë pazare të orës 12. E ke thënë për zotin Lapaj? Po, edhe për koalicionin e tyre, të cilët Dash Sulën, me edhe një vajzë tjetër të PD-s, nuk e di e disa të tjerë, po edhe partitë e mëdha e bën këtë gjë. Kështu që besoj të Arlindi kanë vlerësuar konsistencën e tij, por ndahem për idet. Konsistencën për ata, për shqiptarë që nuk e kuptojnë këtë fjalë, e cila është një fjalë që vjen nga latinishtja? Po, këmbgulja në idet e veta. Pavarësisht se unë jam kundër në idet që ai beson edhe në modelin e zhvillimit që unë mendoj ndryshe nga Arlindi. Atëre lajmi është iku Darsula. Labe dhe Shabani nuk i dhënë garanci për listën e hapur, Darsula të rriqet nga koalicioni. Po lajmi nuk është që utroj Darsula. Litar Pikaloja. Që e ke ti? Pra? Po është lajmi ditës sot. Ky pra? Po lajmi nuk është se iku Dashi, lajmi është pse do të bësh pazar me Dashin. Dashi në fakt, nuk e kanë pranuar këta pra, realisht. Po këta e pranuan tani, këta e futën e regjistruar. Labe dhe Shabani thua ti nuk dhanë garanci. Po listën e hapur, Darsula të rriqet nga koalicioni. E di pse ka ikur Dashi, dyshoj. Po sepse Dashi kishte shpresë se mund fitonte mandat në listë hapur dhe s'kishte garanci se ata 4 të parët, të 5 të parët në Elbasan nuk japin dorëheqjen nga lista e mbyllur, që janë familjarët e vet. Po s'ka garanci. Familjarët e kujt? E njerëzve të partisë. Tani do flasësh për ta familjarë, vëlla, sepse po e akuzojnë Lape, por pse dua të di sinqerisht nga ju, dhe nga ty dhe nga Arlindi, s'e akuzojnë për të se mua më duket formul fatikisht për t'i dalë të keqes para. Si unë nuk e kuptoj pse se bë dhe juve, sepse fatikisht është formulë e ndershme, vërtet e ndershme, por për të sfiduar listat e mbyllura. E provoj për doja... Ata nuk po e fshehin, ata po thonë, unë po vë babain, thot, po vë kushurin dhe këtej, thot, vetëm për t'i thënë jo listat e të mbyllura. Pra ku është e keqja këtu? Në një familje, kjo është një mënyrë, Arlinde, kam seriozisht, pse juve keni dalë kundër kësaj? Sepse është karagjoslëk. Po pse është karagjoslëk? Maman, vjerën, vjerin... Ata nuk po e bëjnë fshehur asnjë pra, ata po e bëjnë për një qëllim, se ata thonë ligjin na detyron të krijojmë listë mbyllur, ndërkohë që ne thotë duhet të punojmë në listë hapur. E di çfarë është interesante? E ka bërë PD-ja dhe ka dalë blof me këtë, më fal. Kur e ka bërë? Po me djegjen e mandateve. Jo mori gjithë deklaratën. Jo. Ta themoni ç'bëri PD-ja para se dishte mandatet. Ja prita mbaroj. Ta përfundoj. Mori konfirmimet e të gjithë atyre që ishin pas në listë që nuk do të pranonin mandatin. Të gjithë e pranuan mandatin. Arlind, çka, këtu karagjoslëku nuk ka kufi, me thënë drejtën. E para njerë të seriozisht e ke duket karagjoslëku. Karagjoslëku ka dy aspekte. Karagjoslëku më i dukshëm është ajo që bëhet me deputetët e me kandidatët e orës fundit. Unë e kam dëgjuar zotin Sula 2-3 orë para barimit të afatit, që thoshte kam oferta në 4-5 parti, edhe do mendoj ku do shkoj. Dhe unë them si mundet këto 4-5 parti, çfarë serioziteti kanë që janë duke luajtur si skuadra futbollin Mercato. Mirë, po kur je futbollist, punë e madhe fort, shkon te ajo skuadra që të jep më shumë lek. Kur je politikan dhe kur je parti politike, ti duhet bashkohesh me njerëz me të cilat ndan parime, ide, botkuptim. Nuk është hajt futem unë. Tani çfarë ndodh? Me shumë parti në Shqipëri, nuk janë vetvete parti. Nuk janë parti. Janë thjesht bashkime inorganike individësh që veshin të njëjtën uniformë dhe secili lufton vetëm për vete. Më kupton? Edhe kjo ideja që fusim kushurinë, motrat, vëllezërit, baballarët, është për të thënë që ne nuk kemi parti. Më kupton? Ata nuk janë parti, jemi thjesht individ, secili lufton vetëm për veten e vet, nuk kanë asnjë ide të përbashkët, asnjë program, asnjë besim te njëri tjetri mbi të gjitha dhe
për të qenë minimalisht sigurt se nuk do i bëjmë hile njëri tjetrit, do vendosim nënat, vëllezërit, motrat e kështu me radhë. Tani, një parti serioze, një parti serioze. E para nuk e bën këtë gjë, por hyn siç janë rregullat. E dyta, edhe qoftë është detyruar ta bëj, ka aktivist brenda partisë që e bën. Pra këta thonë, me që nuk i zën bes askujt, përveç mamit dhe babit, me që nuk i zëm bes në këtë jetë askujt përveç mamit dhe babit, do vëm mamit dhe babit në listën e sigurt. Nesër, po të marrin pushtetin, do thonë, me që nuk i zëm bes askujt, mamit dhe babit do bëjnë ministër, do bëjnë drejtor, se tjerët, kush e di na e fusin. Ky është karagjozllëku më i madh. Kjo është të tallesh me qytetarët dhe të thuash fakt vërtetë që nuk janë parti politike, më këta nuk i bashkon asgjë me njëri tjetrin. Këta të nesërmen e zgjedhjeve, po ta them këtu, do ta shajnë njëri tjetrin, do ta mallkojnë njëri tjetrin, do i thonë njëri tjetrit më vo dhe votat, më kupton? Se nuk i bashkon asgjë. Thjesht kanë një uniform për bashkët, pra i kanë thënë vetes jemi koalicioni X dhe secili nga ne ka vetëm një interes. Secili nga ata që janë ato listë aty. Si të bëhem individualisht deputet. Më kupton? Nuk i intereson asgjë tjetër. As idet, as programi, as historia. Në këtë sens se kanë problem, jo dash sulës t'i thonë, po edhe në dashi tjetër e gjithë deshve të kësaj politikës shqiptare t'i thonë, ore hajde futu listët tona se nuk ka fare problem. Më kupton? Mua më ka ndodhur gjithë këto javë, kam takuar dhe kam folur në telefon me shumë njerëz që më thonë, unë kam kaq mi vota në këtë qark. Dua të jem në listën e Lëvizjes Bashk. Unë i them ti s'ke për të qenë në listën e Lëvizjes Bashk, sepse ti para se të jesh kandidat i mundshëm për Lëvizjen Bashk, ti do të jesh një antar i Lëvizjes Bashk, duhet të kesh dhënë provat besnikërisë politike dhe të përkatësisë në idetë tona për vite me radhë dhe pastaj ke mundësin të kandidosh për të qenë kandidat. Më kupton? Versioni që unë këtë qarë kam kaq kushuri, kaq farefis, kaq bujkrobër dhe do i sjellte partia jote, nuk bën me ne. Një parti moderne është serioze, një parti moderne. Kur mos arshin pushtet, po këtë nuk e bëni. Shko dhe njëherë. Po të marrësh një nuk vjen në pushtet në pazaret. Edhe një herë. Po të marrësh se nuk dua t'i bëj qaf zotit Sula, po i quaj dashot këta në përgjithësi. Po të marrësh një dash, më kupton? Edhe të futet ja 10 desh aty në partinë tënde, njërin Kukës, tjetrin Vlore kështu me radhë. Këta deshët po u bën deputet. Siglën tënde kanë, po ata janë në pazarin e gjës gjallë, se ata nesër kur ti thotë Edi Rama sa lek do të votosh për mua, ai nuk do pyes strukturat e partisë. Sa i thotë, unë jam deputet me farefisin tim. E ka mandat personal. E kam komplet personal. Thjesht të bleva ty, të bleva siglën e partisë, të dhash sa lek dhe tani unë bëj çfarë dua, më kupton? Ky është karagjozllëku më i madh që po ndodh në politikën shqiptare në këto javë, këto muaj e këto vjet. Lëvizja Bashk distancohet me neveri nga kjo praktikë. Shiko, ne kemi diskutuar pak më herët edhe në këtë studio, ftesat për pse zbashkohen partitë e reja. Dhe unë ta kam thënë përgjigjen time, nuk përputhemi në karakter, në moral, programe kështu me radhë. Ja më qira fjala. Ja përse ti përgjigjen se ka për i thanë, na bashkon konsistenca. Do ta them edhe për Ardi, le ta mbaroj këtë gjë. Imagjino tani sikur ne të kishim luajtur mendsh, Lëvizja Bashk e luajtur mendsh dhe ishte bashkuar me këto partitë e tjera karagjoze. Ora 11:45, çerekore përpara mbylljes së regjistrimeve, vinë ata partnerët e koalicionit, thonë do fuzim një dash të brenda. Jo, themi ne s'do fuzim, si s'do fuzim, thotë e prishim fare koalicionin. Pra e kupton me çfarë jemi të detyruar të merremi në spektrin politik shqiptar? Humanët bubrojnë gjithë. Po jo për burri, nuk puna se këta po gjithë të veçantë. Njerëzit e zakonshëm janë shumë të virtytshëm. Ditë vetëm pazare bën hoj po. Jo, njerëzit e virtytshëm, njerëzit e zakonshëm janë shumë herë më të virtytshëm, janë shumë herë më të Ti mendon që janë më të virtytshëm? Po patjetër më burr, nuk janë të gjithë në tregun e gjës gjallë o burr. Dhe mos harro diçka. Mundet njëri që është shumë i varfër, që detyrojnë rrethanat të bëjë ndonjë piruet. Po unë atë e justifikoj me varfrin. Po këta nuk janë njerëz varfër, këta janë thjesht karrieristë që sot luftojnë për karrierë, nesër do luftojnë për para. Më kupton? Pra nuk kanë asnjë lloj poshti. Është e keqe kjo të jesh karrierist dhe të luftosh për para. Me të luftosh për para, duke ja zhvat njerëzve, duke u korruptuar, sigurisht është gjë e keqe o burr. Në politikë si mund të hysh për të bërë para? Sepse edhe ajo rroga e deputetit vërtet e dyfishuan, po nuk ma mendja që të bën jashtëzakonisht pasur. Më kupton? Jo, po të bën të jep pushtet, të hapen dyert. Për mendimin tim pushteti dhe paraja nuk mund të jenë kurrë qëllime që do të merresh me politikë. Nuk jam bashkë thodi? Jo, nuk duhet të jenë kur as pushteti as paraja qëllime, pushteti mund të jetë instrument, por edhe pushteti duhet të ushtruar në mënyrë demokratike dhe kolegjiale. Qartë. Qëllimit e Kapri fjala jote, edhe pse Aridi nuk më tha se çfarë bashkon. Ta thot. Thuaj shkurtimisht. Unë e njoh sensat e tjetër. Jo, nuk thash për Araldin si person vetëm unë, thash edhe si lëvizje politike që jeni, do të thonë çfarë ju bashkon. Pra përveç si persona, çfarë bashkon me partinë e Agroshajt ku Eraldi është numri 2. S'ta bashkon asgjë. Zotit Sheja nuk na bashkon asgjë. S'ta bashkon. Sigurisht kur kemi qenë këtu, thjesht i kam thënë Zotit Sheja që e kemi ndoshta i pikë për bashkët që asnjë nga ne dy nuk i thot me hipokrizi njëri tjetrit hajtë bëjmë koalicion bashkë, më kupton?
Këto gjë e kemi përbashkët. Me zotin Kapri kam qelluar 1 apo 2 herë në studio, më duket njëri i përgatitur dhe i edukuar, po s'mund të them shumë se kaq. Qartë. Ideologjikisht tu aty nuk i bashkon asgjë. Jo, jemi 100. Sepse ju jeni komplet të djathtë. 180 gradë, patjetër. Jo 360 gradë. 180. 180, pra 4 kundërta. Dakor. Dhe Lizja Bashi përket majtës demokratike, mbron drejtat e punëtorëve, pensionistëve, shtresa me nevojë, stresës mesme kështu me radhë. Që të cilat këto jo nuk kurse jeni kundër, po thjesht nuk i keni prioritet apo jo? Jo, ne kemi model tjetër zhvillimi. Pra, në qoftë se Arlindi beson që përmes shtetit mund të realizojë Kapri, kundami. Ta them kundami. Po thelbi është kjo, pra në qoftë se dhe ne jemi ndryshe jo vetëm nga Arlindi, por nga gjithë të tjerët, është që në qoftë se të gjithë dhe Arlindi beson që përmes shtetit dhe ndikimit të tij të ndikojë në shoqëri dhe të rrisë mërqenien e shoqërisë, ne themi që shteti është problem. Pra ne jemi të vetmit që themi që një nga problemet thelbësore të Shqipërisë është shteti i madh. Dhe ne e kemi në programe pikë thelbësore tonën. Për shtetin e vogël, ju jeni për shtet vogël. Shtetin e vogël e t'ia heqim njerëzve shtetin nga kurrizi. Kjo është thelbi. Pra të heqni një shtet i vogël duart e xhepit nga duart e shtetit në xhepin e tyre. Edhe të bëjmë një ekonomi të vërtet tregu, sepse vërtet e kreditojmë kapitalizmin, por sistemi të mirë nuk ka dhe në Shqipëri këto 30 vjet nuk kemi përjetuar kapitalizëm, por kemi përjetuar një sistem alla shqiptarç i deformuar është totalisht. Ku qeveria vendos se kush pasurohet dhe kush jo. Ku qeveria vendos se kush i ka mundësit dhe nuk i vendos zotësia e njerëzve. Jo vetëm kuptoj pika. Pra ky është ndryshimi i parë. Ndryshimi i parë. Më thuaj 3 pikat që dallojnë që të japë Arlindi fjalën. Ndryshimi tjetër tek oligarkia ekonomike që i thot Arlindi. Ne e konsiderojmë oligarki politike. Pra nuk janë këta 4-5 oligarkë që marrin çdo punë të qeverisë, që kontrollojnë Ramën. Po është Rama që kontrollon atë. Pra ju jeni me tezën që këta janë klientë, nuk janë oligarkë. Pikërisht. Pra është Rama që i kontrollon të gjithë, që u jep punë atyre dhe u le detyra që i shërben pushtetit të tij. Pra në qoftë se ndrohet kryeministri, ti je i bindur që ata shkrihen ndoshta edhe për punë ditë. Pra ti thua nuk është kastratua që nuk është pra ti thua nuk është kastratua që kontrollon zoti Rama, por zoti Rama i kontrollon kastraton. Pikërisht, sepse ai ja u ka dhënë mundësinë, pra u ka dhënë koncesione, u ka dhënë të drejta ekskluzive, u ka hapur tregun dhe përmes pasurimit të tyre ndikon pastaj përmbajtjen e vetes vet në pushtet. Pra, nëse ka një kryeoligark, se mund ta quajmë tillë, ai është Rama, që është i ngjashëm me modelin e Putinit, pra. Edhe Putini kur në pushtet krijoi oligarkët e vet. Dhe e treta, nëse kanë të tretë, një pikë tretë ku ndaheni totalisht nga lëvizja e Arlindit. Po, edhe te simbolika, edhe tek qasja, pra nëse ne jemi për liri individuale, nëse ne jemi për zhvillimin e shoqërisë përmes individit të tregut, Arlindi është për të kundërtën, pra për fuqizimin e shtetit dhe asaj që mund quhet si solidariteti i shoqërisë. Qori, momenti jot. Eraldi i tha bravo, i tha shumë shkurt, me pika bam, bam, bam. Argumenti jot cili është? Tani, për mua ndarja shteti vogël, shteti madh, nuk është e rëndësishme. Rëndësishme është çfarë pune duhet bëj shteti dhe sa mirë e bën atë punë shteti. Dhe unë mendoj që na duhet një shtet më i mirë dhe një shtet që kontribon më shumë, ja po ju marr disa raste. Pensionet. Sot pensioni minimal në Shqipëri është 97.000 lekë të vjetra. Pensioni mesatar është 180.000 lekë të vjetra. Ne duam që shteti ta shtoj buxhetin për pensionet. Të thuash shteti duhet zvoglohet akoma, do të thotë të thuash pensionistëve, ju do merrni vitin tjetër edhe më pak pension. Jo, s'është vërtet. Po ja ta mbaroj tani këtu. Ja ta mbaroj dhe pastaj për vetëm mbaj shnim. Ne kërkojmë që shteti të rrisë buxhetin për pensionet, që pensionet e pensionistëve në Shqipëri t'u afrohen pensioneve të vendeve të tjera, pak në Ballkanit, se jemi vendi i fundit në Evropë. Kjo është vërtet. E dyta, për çfarë na duhet shteti? Kemi një kod pune që rregullon marrëdhëniet midis punëdhënësve dhe punëmarrësve. Ky kod pune në Shqipëri është ligji më i shkelur në kurrizë të punëtorëve, pra të punëmarrësve. Tani ne na duhet një shtet eficient nga Inspektorati i Punës te Gjykata e Punës, një dhomë me veçantë pune që duam krijojmë në programin ton, në strukturën e drejtësisë, tek gjithë rendi juridik që ta zbatojë të kod pune dhe t'ua njoh punëtorëve të drejtat që u jep ligji. Sot punëtorëve realisht nuk u respektohet asnjë drejt në Republikën e Shqipërisë. Pra si mjafton gjykata administrative, ti thotë kronik. Po jo, duhet një gjykatë, duhet një dhomë e posaçme që të rregullojë marrëdhëniet e punës, sepse është një sektor ku të drejtat shkelen
me të dyja këmbët. Shkelin në kozgjatjen e punës, në lirinë sindikale, në pagat, në informalitet, në gjithçka. Edhe këtu na duhet një shtet serioz. Nuk mund thua ti, ne kemi për shembull sot numrin më të vogël të inspektorëve të punës për të punësuar. Një inspektor pune për 10.000 të punësuar. 1.7 e ka Maqedonia Veriut. Akoma dhe më shumë e kanë vendet e zhvilluara. Qofse duam të zhdukim fare inspektorët e punës, në mënyrë që askush mos i mbroj punëtorët, në rregull, themi shteti i vogël. Tjetra, spitalet publike. Unë mendoj që ka nevojë të rrisim shpenzimet publike për spitalet publike. Jemi nga vendet me shpenzimet më të vogla publike për spitalet publike në Evropë. Ne duam rritje të buxhetit të shtetit për spitalet publike në mënyrë që qytetarët dhe shumica prej tyre nuk kanë para të mos shkojnë në spitale private dhe të mos i blejnë ilaçe sa frëngu pulën, po të blejnë ilaçe të rimbursueshme. Dhe na këtu na duhet një shtet që ofron buxhet. E katërta, mjedisi. A i dini ju që po të mos ketë një shtet që vendos disa parametra mjedisor, këtu nuk respektohet ma asgjë. Këtu s'ka lumenj, këtu s'ka pyje, këtu s'ka ajër, këtu... Ajo që po ndodh tani, ajo që po ndodh tani, pra, ajo që po ndodh tani, sepse ne na mungon një shtet eficient që e bën detyrën e vet dhe thot, mjedisi nuk është mall që ta marrë e ta shpërdoroj e ta ndot, kush ka para më shumë. E dyta, kur vjen punat e oligarkët, sigurisht, oligarkët në Shqipëri janë shumë të pasur, pasuria e tyre zyrtare shkon mbi 1 miliard euro, janë rritur dekad mbas dekade, kanë qenë oligarkë kur ka qenë Fatostana janë pushtet, kur ka qenë Sali Berisha në pushtet, tani që është Edi Rama në pushtet, sot ata janë më të fuqishëm se pushteti politik. Kjo është dhe arsyeja që kur kontradikta është midis shoqërisë dhe oligarkëve, censura është totale. Kur kontradikta është midis Edi Ramës dhe shoqërisë, censura është relative. Kur ne thirrëm protest për rastin e policit, fakti ishte bërë fakt. Që u detyrua të hidhet nga balkoni sepse procedoi penalisht të birin e Samir Manez, mediat e zhdukën si lajm. Ti mund të bërtazë sot gjithë ditën kundër Samir Manez, kundër Edi Ramës. Pra ma, po folje për oligarkët, po denoncove oligarkët dhe lidhjen e tyre me shtetin, këtu vëmendja mediatike është pothuajse zero, censura është shumë e lartë. Dhe kjo mua më tregon që këta janë shumë pushtetshëm. Këta nuk janë thjesht shërbëtorët e Edi Ramës. Shërbëtori i Edi Ramës është ai patronazhisti aty që për 700.000 lekë rrok e kontrollojnë këta Ramës. Këta kanë për interesat e tyre, për të vënë jetë interesat e tyre, këta janë më të fuqishëm se Rama. Pra këta arrin të imponojnë Ramës vullnetin për të bërë ligje në favor të Ramës. Por të marr një rast, Spaku ka hetuar Ilir Metën. Dhe në dosjen e Ilir Metës është një komunikim midis Samir Manez, ose tregohet për një marrëdhënie midis Samir Manez dhe Ilir Metës. Samir Manez i ka premtuar Ilir Metës apartament për ndryshimin e ligjeve të minjerave. Vil, më fal. Dhe çfarë ndodh? Ilir Meta aso kohë mos gaboj kryetari i kuvendit, bën bashk edhe deputet e Partisë Socialiste dhe ligjin që kërkon Samir Manez e bën realitet. Tani, ky njeri që porosit ligj nuk është një fakir në duart e Edi Ramës. Ky njeri dhe këta njerëz që marrin koncensione përfitojnë nga ligji investitori strategjik kështu me radhë, këta janë për interesat e tyre të ngushta padronët e Edi Ramës. Sigurisht nuk i thon këta Edi Ramës këtë bëj, ku diun, drejtor në një filan drejtori të humbur, por ama kanë një pushtet të jashtëzakonshëm sot në Shqipëri. Çapri. Për t'ju përgjigjur. Arlindi përmendi Nise nga e fundit. Je dakord me të fundit? Në rastin e fundit që zori Arlindi. Po, 90% jam dakord. 90% dakord. Absolutisht. Thjesht unë besoj është kjo që gjithë pushtet që dhe ata kanë, e kanë për shkak të Edi Ramës. Momenti që Edi Rama bien dhe ata, nuk është se ata, por Edi Rama do vendosin ata dikë tjetër. Nuk zën kryeministrin e radhës? Jo. Unë uroj që jo, por tani kështu ka ndodhur. Dgjoj, kushdo që ka qenë kryeministër këtu në këtë vend, ka punuar me ta. Ka dashur, jo më ka dashur dhe ka shkatruar. Në kohën kur qeveriste zoti Berisha ka qenë dikush tjetër më i pasur i Shqipërisë. Ai naftës, siç u shet, Taçi. Ku është ai sot? E vërtetë. E vendosi ta shkrinte fjalë. Ai bile ka dhe probleme me drejtësinë e tjerë. Por dalim diku tjetër. Pra Arlindi tha që pagat e punonjësve, që janë të ulta dhe kanë probleme punonjësit, zgjidhen duke pasur më shumë inspektorë se ne kemi pak inspektorë sot për kontrollin e cilësisë së punës, e kontratave të punës. Ka drejt apo ka gabim? Ja, një sekond. Më fal. Sot Arjan ne kemi afërsisht 200.000 punonjës në sektorin publik. Edhe pagat janë më të larta në sektorin privat, çmenduri. Jemi vendi me punonjësit publik më shumë në Evropë. Është e tmerrshme. Kjo tregon përkapjen që ka sistemi. Tani, ti duke punësuar kaq shumë njerëz, duke forcuar shtetin, nuk është se ke zgjidhur problemin. Një shtet eficient që thot Arlindi nuk vjen nga rritja e numrit të punonjësve, po vjen nga zvoglimi i tyre. Për shembull, dalim te pensionet, se ku janë lekët, si do rriten pensionet. Mjafton vetëm se ne kemi thënë si zgjidhje. Me parat rreth 200 milionë euro që Rama përdori për të dhënë një bonus
elektoral. 50.000 lekë shku të në Shiko pak, çfarë mund të bëje me to? Mund garantoj të paktën 10% rritje në vit për gjithë pensionistët dhe të paktën për 120.000 që është afërsisht 1/4 të tyre, që janë vërtet në nevojë emergjente dhe mbijetese, mund të bësh pensionin dhe në 300 euro në muaj. Pra që të arrish të paktën një minimum. E keni bërë me skem ju? Po patjetër, po e kemi shpjeguar pikërisht. Pra me 200 milion euro ti mund t'ja çosh 120.000 pensionistëve që janë në nevojë, që s'kan burim tjetër jetese, që s'kan një pronë, që s'kan fëmijë që i mbajnë, mund t'ja bësh dhe në 300 euro, ndërkohë që për gjithë të tjerët mund t'ja rrisësh me 10%. Pra tjetër, te shëndetësia për shembull, te shëndetësia. E di sot Arjan, shëndetësia ka afërsisht 10.000 të punësuar. Afërsisht. Dhe di sa janë pastrues? Janë 2.000. 1 në 5 punonjës në shëndetësi janë sanitar. Pastrues. E pse është bërë kjo? Është bërë pikërisht pra për kapje klienteliste politike. Pra, parat janë aty. Duhet të ulësh shpenzimet në administrat dhe ne kemi në program që duhet të ulim me 50% shpenzimet për 50%. Që sigurisht prek edhe një numër të madh të heqjesve nga puna, se mos të njerëzve parazit që janë vetëm partijat. Ata njerëz çdo bëhet me ta, pastaj ku do punojnë ata? Të punojnë se në privat, më. Në zonin privat. Jo, pa, kjo është vjedhje. Në radhë parë na vjedhin e taksat, na marrin para tona, ja u çojnë atyre dhe kanë dhe favorin politik. Pra, kjo është bën Elon Musk sot, juve ju frymëzon apo jo? Po patjetër, jo vetëm ai, po edhe shumë të tjerë. Pra, ne kemi vërtetuar në sistemet politike kudo, që një shtet i vogël është më eficient, harxhon më pak para, ka më pak korrupsion dhe ka më të mira materiale. Modeli Mileit për shembull, ju thonë fantastik. Le të dalim tek modeli i tij. Për shembull Argentina deri para luftës së dytë botërore ishte nga vendet më të zhvilluara të botës. Pas lufte eksperimentoi me socializëm, përfundoi një nga vendet me probleme. Erdhi ky zotëria me sharr, pavarësisht. Ka filluar në lëvizje gjëra, jo aq shumë, po ka filluar në lëvizje. Po, Argentina në 40 vjet për të parë ka rritje ekonomike me 5%. Pra Argentina është futur në shina dhe një zhvillimi ekonomik. Dhe kemi raste tjetër, kemi Kilin, që kur Kili u kthye në një shtet të vogël, eficient, të djathtë, të vërtet, sot është vendi më i zhvilluar i Amerikës Latine. Kjo është dhe kjo që duam ne ta implementojmë në Shqipëri, sepse kur flasim me majtje të djathtë në Shqipëri nuk ka pasur të majtje të djathtë. Ka pasur një ndikim të marrë të qeverisë për të kontrolluar gjithçka. Ishe i sakt, falenderoj, ndërkohë Arlind tani, në këto dy shembuj të fundit që ta kapi, ti mund të marrësh dy presidentë tjerë të kundërta? Po, një vend socialist është i pasur. Shiko, ta nisi me Kilin një herë. Që Kili ka bërë politikat djatha në kushtet diktaturës më të egër të Amerikës Latine. Hiqi diktaturën. Kur kanë vrarë 10 mira vetë, kundërshtar politik, flasin për diktaturën e Augusto Pinochet. Dhe dënuan Pinochet. Dhe është turpi madh që merret si model diktatura e Augusto Pinochet. Modelin ekonomik. Po modeli ekonomik është ushtruar në gjendje terrori, të burgosjes dhe vrasjes sindikalistëve, të kundërshtarëve dhe gazetarëve. Merr vendet asiatike. Do të marrësh dhe vende nordike me që kemi qef. Një minutë. Janë zhvilluar nga kapitalizmi. Një minutë, po nga kapitalizmi social, po. Vendet sot më të përparuara në termat të nivelit jetesës, cilësisë jetesës, janë vendet Evropës veriore. Rregull? Janë vende ku ka një shtet inteligjent dhe një shtet social të qëndrueshëm. Madje një shtet social ku përfiton nga shteti social dhe shtresa e mesme. Dakor? Po do i marr me radhë. Folëm çik për oligarkët. Oligarkët ishin të kush është Sali Berisha. Sali Berisha si gjeti gjë, oligarkët. Më kupton? Si gjeti gjë. I mori por atë që donte ta shkrirë dhe ka shkrirë disa. Unë nuk e di kë kanë shkrirë këta, po di që ata që kanë qenë. Po mi pas ka kontradikta brenda oligarkëve, oligarku më i madh e bën Angjan ky me modelin e Putinit apo jo? Në Rusi e kontrollojnë oligarkët Putinin apo Putini oligarkët? Ngjan me modelin e Jelcinit. Sistemi që kemi ne sot, jo me të Putinit. Okej, ta mbaroj. E dyta, folën për shtetin e vogël. Tani unë nuk e di nëse 180.000 apo 200.000 në punë në shteti janë shumë apo pak. Mund duken shumë, po prit, duhet bërë një analizë ku janë me tepri dhe ku janë mangët. Se unë do t'jap ca vende ku janë mangët, more. Dhe unë dua që aty ku janë mangët t'i shtojmë dhe sigurisht aty ku mund t'jenë tepër, mund të përgjën reformë. Ti nuk e ketë të prerë, pra ti dhe mund t'jeqesh. Po pritet marrë shembullin, pritet t'jap shembullin. Prit t'jap shembullin. Çfarë kemi në program?
Një nga gjërat që kemi në program është shkolla me afat gjatë. Çdo më thon shkolla me afat gjatë, që fëmijët si në vendet e Evropës përparuar të rrinë në shkollë deri në orën 4 ose 5 mbasdite në shkollën publike. Kjo thotë kenë mundësi të hanë një vakt ushqim aty brenda, të bëjnë detyrat aty brenda, të kenë një kurs sportiv apo artistik brenda shkollës. Që të ndodh kjo gjë, ty do duhet mësues shtesë, sa i mësuesi që ka dhënë mësim 4-5 orë, nuk mund të rritë 4-5 orë tjerë me fëmijët. Pra të duhen më shumë mësues. Shqipëria ka nevojë urgjente për më shumë mësues. Kur dikush thotë, presim dhe këta mësues që kemi. Pra edhe këta janë tepër. Ti heqim dhe këta nga puna, si çdo zoti Kapri, unë këtu them, ka marr fund kjo gjë. E dyta, Shqipëria sot që po flasim, po ta mbaroj. Po, okay. Vetëm mbaj mend të gjithë. Me siguri nuk e kuptoj, po jam më lër ta çoj deri në fund atë që s'kuptoj. Okej. Unë nuk para ndërpres njerëzit, kështu që dua të ndërpres. Jo, ndjes, vazhdo. Tjetra, vim tek mjekët dhe infermierët. Sot kemi për numër pacientësh më pak mjek dhe infermierë se vendet e tjera, se po na ikin. Të thuash kemi shumë dhe do i presim. Ke 2 pastrus pra të thash. Edhe këtu është përsëri ke 2 pastrus. Fundi botës, por nuk e di sa pastrus duhen. 1 në 5 e ke pastrus. Nuk e di sa pastrus duhen për pastruar spitalet. Duhen 1 në 5 vetë pastrus. Kjo analizë nuk bëhet kështu, janë 2000, 3000 apo 1000. Kjo bëhet me lapse të letër dhe bazuar mbi nevojat. Tjetra, këtu ka një pasaktësi, sepse për të rritur pensionet, mos harroni diçka. Sot në nivelin e minimumit jetik, që është llogaritur diku te 200.000, 210.000 lekë të vjetra në muaj. Në nivelin e minimumit jetik, sot janë 520.000 pensionistë. 520.000 pensionistë sot marrin pensione më të ulta se vlera e llogaritur e minimumit jetik nga avokati i popullit. Dakord? Dhe për të rritur çdo pension që të shkojë sa minimumi jetik dhe për të rritur gjitha pensionet e tjera me tjetër koeficient, këtu mund të duhen nga 500 milion deri në 1 miliard euro çdo vit, shtesë në buxhetin e shtetit në varësi të skemës. Dhe për ta bërë këtë gjë, ti patjetër duhet luftosh korrupsionin, patjetër që duhet të ndalosh abuzimet dhe gjithçka tjetër, po nga ana tjetër të duhen dhe politika tjera, të duhen politika të luftës ndaj informalitetit në punë. 24% e punëtorëve në Shqipëri sot punojnë në të zezë, janë shifrat zyrtare. 24% është ulëritse më burr. Ja 24% e njerëzve që nuk u respektojnë drejtat minimale në punë, nuk kanë një kontratë pune. Më kupton, do dalin nesër pa pension. Sot nuk kontribuojnë në skemën e sigurimeve shoqërore. Si do futen këta njerëz në rrjedhat e ligjshmërisë, qofse nuk kemi një shtet të drejtë dhe eficient dhe politikat e dhura ekonomike të ekspansionit të prodhimit nga bujqësia në industri e në shërbime, që e mundëson këtë gjë. Ne na duhet një shtet zhvillimor. Ja i shtet që ka pasur sukses shumë kund, madje ka pasur sukses dhe në ato vendet e Azis lindore që thot zoti Kapri, si Korea e Jugut. Shteti ka një rol shumë të rëndësishëm në orientimin e kapitalit drejt sektorëve produktiv. Sot kapitali shkon në ndërtim, pse? Se në ndërtim pastrohet paraja, në ndërtim norma e fitimit është disa fish më e lartë se në ekonominë produktive. Ne duhet bëjmë të mundur që t'i ofrojmë kapitalit shina të reja ku t'investohet. Ti thuash që jo, ti nuk mund të pastrosh më parat në ndërtim. Ti duhet investosh në bujqësi, ti ketë hapur portën e industrisë, ti ketë hapur portën e shërbimeve. Po këtë gjë mund ta bëj vetëm një shtet që ka vizion zhvillimor. Jo një shtet që thotë, unë fus duart në xhepa, bëni çfarë doni, më i forti ha më doptin edhe mbaroj këtu. Faleminderit. Arlind, ka një ndryshim të madh bot kuptimit. Po nuk je dakord tani për shkak të ka nga kjo e fundit. Po thuaj se kudo jam kundër. Problemi në arsim nuk është fakti që kemi pak mësues. Mund të kemi edhe pak mësues. Problemi në arsim është që mësuesit janë të keq paguar. Janë të keq trajtuar dhe pashu edhe infrastruktura. E njëjta gjë edhe në shëndetësi. Dhe thelbi është e paraja, sepse do të gjejmë parat të investojmë. Tani në momentin që unë dash të shembullin që në shëndetësi 1 në 5 e ke të punësuar e ke sanitar, sepse është bërë për të marrë votën, sigurisht atëni ti s'ke para të rrisësh rrogën mjekëve dhe infermierëve. Më kupton pra? Kjo është element i parë. Tjetër, tek orientimi i politikave. Një qeveri që tenton të orientojë ose të kontrollojë, i sillet vetëm dëm ekonomisë. Ne kemi shembuj edhe në Shqipëri, që janë fantastik, që aty ku madje qeveria dhe shteti kanë qenë më inekzistent, më pak të pranishëm, aty ka lulëzuar sektori. Aty ku ka ndryrë qeveria, ka ndryrë qeveria në ndërtim për shembull që ka orientuar, shikohet çka kasapane urbanistike po jetojmë ne. Ka ndryrë qeveria në çmimin e naftës, kemi çmimin e naftës më të shtrenjtë në Evropë. Ka ndryrë qeveria në çmimin e ushqimeve, kemi çmime më të shtrenjta se vendet e Bashkimit Evropian. E di ku s'ka ndryrë qeveria? Në të gjithë sektorin e klinikave private të dentare ose të bukurisë, ose të gjithë kjo industri, e cila është zhvilluar vetë. Aty shteti... Profesionet e lira, do të. Po pikërisht, kanë krijuar një industri vetë, sjellin 10 mijëra njerëz nga jashtë që vinë edhe sjellin para këtu dhe investojnë këtu.
pra për rregullimin e dhënëve të tyre, dhe këte kanë bërë pasi orientim nga shteti, kanë bërë vetë si treg ata. Dhe kanë lullëzuar pikërisht se shteti as nuk i ka orientuar, as nuk i ka ndikuar, por përkundras intuita e tyre. Po pikërisht. Pra, unë i dha shembujt. Po, është e vërtet që shteti ka orientuar përmes ndërtimit, ka dhënë lej pafund, dhe çka ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Kemi një kasaparë urbane, jo vetëm kaq, por edhe kemi një varfërim o disbalans, janë rritur çmimet e ndërtimit. Po Arlindi thot, atje ku nuk ka duhen shtuar, atje ku ka shumë mund t'i heqin. Pra dhe Arlindi nuk është se i bie me sopat. Po Arlindi prap e shikon shtetin si zgjidhje pra. E shikon shtetin, pra e shikon si zgjidhje. E zgjidhje. Ne zgjidhje shikojmë zvogëlimin e shtetit, zvogëlimin e tij si në numër, ashtu dhe në kompetenca, ashtu dhe në vendimmarrje. Sepse ja shumë te policia, ka më shumë policë o më pak polici pastaj. Duhet të kishte më shumë o më pak. Te politikat e sigurisë nuk diskutohet thjesht te numri. Madje policia në Shqipëri. Madje thua te ushtria. Jo, një sekond. Problemi i policisë në Shqipëri nuk është te numri, madje ka më shumë se ç'duhet ndoshta. Problemi është që është e kapur politikisht nga krimi. Po ju të partisë mundësia kapri, dhe këtë do pyes deri. Ku shteti duhet të jetë vërtet i fortë, valla, që s'duhet ketë limit? Në cila sektor? Te mbrojtja 1? Siguria, arsimi, shëndetësia patjetër, se këto janë elemente rëndësishme. Po patjetër, unë mendoj që një vend normal nuk mund të ketë më shumë se 4-5 ministri. Te siguria, te arsimi dhe te shëndetësia. Dhe liri i tregu, Arjan. Një sekond. Liri i tregut. Kjo është thelbësore. Jo, s'po më kupton, shteti. Po pra po. Ti je do të fortë dhe të madh te këto 3 sektora apo jo? Po. E do. Edhe ti si i djathtë që je. Po patjetër. Si mundësia. Patjetër. Te tjera thua ti mundësisht sa më pak shtet. Sa më pak shtet, ju japim njerëz dhe mundësi që të tjeri. Ja më tha. Zoti Qori, të lutem, përveç këtyre 3 sektorëve i thot kapri, siguri, shëndetësi, arsim. Që janë interesa kombëtare. Më thuaj të lutem, ke nevojë për sektor të tjerë për të pasur prezencë madhe shtetërore? A do të marr një shembull nga bujqësia? Jo, po, më përgjigje për këtë. Po, tretha kapri janë dakord me shtetin e Arlindit. Do të them bujqësia. Po jo më shumë. Do të shtoj për bujqësia. Do shtosh bujqësinë. A e di sa financon shteti shqiptar për kokë lope? Blektorët? 98. Për lopë? 8 euro për lopë. Në Serbi, 360 euro për kokë lope. Që subvencionon shteti. Tani, fermeri serb është disa herë më i avantazhuar se fermeri shqiptar. Që do bëjmë ne? Do ja heqim dhe atë 98 euroshin fermerit shqiptar në emër të tregut lirë që na shkatërrohet fare bujqësia? A e dini ju që bujqësia sot në Shqipëri është në pikjat, është sektor që po bie nga viti në vit. Dhe jo se mungon tregu i lirë, po se mungon mbështetja e dur shtetërore, sepse fondet, një janë pamjaftueshme, 2 vidhen. Më kupton? E kundërt. Është shumë e rëndësishme. Të thuash sot tregi i lirë në bujqësi e ke dënuar me vdekje 38% të popullit shqiptar. Tregi i lirë nuk kanë asnjë vend botës për bujqësinë. Prita marrni vesh. Edhe një herë. Tregi i lirë për bujqësinë nuk kanë asnjë vend botës. Të thuash tregi i lirë për bujqësinë do të thotë bujku shqiptar do falimentojë nesër, se bujqit e gjithë vendeve të rajonit, Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë nga më të subvencionuarit nga shteti. Kush thotë do e heqim mbështetjen e shtetit, do e zvoglojmë në bujqësi, i ka dënuar me falimentin 38%. Atëre një sekond, kapri je përgjigjen këtu zotri. Bujqësia në Shqipëri. Nuk kam më kohë tani ti marrim me radhë të 4 gjëra. Një nga një. Bujqësia në Shqipëri është në këtë gjendje, jo thjesht se mungojnë pak subvencionime, se po të jepnin mirë do të bënin. Është për shkak se është i kapur tregu. Se tregu nuk funksionon, se po të funksiononte tregu, ata do kishin mundësi më shumë, sepse çdo më thëmë, jep një shembull konkret. Po sepse një biznesmen që ka lidhje me qeverinë, fut çfarë të doj nga importi mendimin e qeverisë, edhe kap tregun dhe s'u le vend këtyre moçani, kaq e thjeshtë është. Po. Tregu ndërkombëtar i lirë. Këtu nuk është lirë tregu. Ose ka tregu të lirë, po ti s'ke treg këtu, ti s'ke treg këtu, kush problemi? Ka treg të lirë as Maqedoni. Qofse ti jep shteti lek, nuk ka treg të lirë. Qofse ti jep shteti lek, subvencione, nuk ka treg të lirë, po treg i lirë do të thotë futu vet, hap një kafene, siç është këtu edhe fiton me forcat e tua. Po vjen që ti jep shteti para. Dhe shteti jep para kudo në do subvencionosh çdo gjë, atëherë ku do gjesh edhe para shtetit, dëgjoj. Çdo gjë për edhe vendet më të zhvilluara. Produktet e qumshit në Bashkimin Evropian që subvencionohen nuk janë detyrimisht më produktivet edhe kompetitivet në Europë. Se nuk e vendos thjesht subvencionimi, e vendos tregu, pra garancia që jep ti për liri për të konkuruar ati. Konkurenca fillon pas subvencionit. Si? E merr subvencionit dhe pastaj konkuron me tjerë. Dakor, jo, garancia është që të gjithë të kenë lirinë e duhur në treg. Ai fermeri në Korçë, për shembull, që mbjell mollën atje,
edhe që ka krijuar një traditë, të ketë garanci që molla e tij të ketë tregun e vet të shitet dhe jo t'ia zën tregun me import të mbyllur. Edhe garanci edhe treg. Treg do të thonë pasiguri, edhe mund falimentos ose jo. Po sepse nuk ke liri sot pra. Po nuk ke liri sot pra. Bujqësia është të nisën barabartë thotë ka. Jo. Po që nisën barabartë duhet subvencionohet. Edhe në rrafsh rajonal dhe kombëtar. Kur flasim për treg, treg subvencionohet 3-4 herë më shumë se bujku shqiptar. Ne kemi marrë fund si bujqësi. Vetëm me subvencionime do të zgjidhesh çështja. Edhe me subvencionime, edhe me saktësinë e subvencionimeve, edhe me nxitjen e bashkëpunimit. Jepi subvencionime sa duash fermerit, po pas pa garanci ta shesin në treg, nuk ka kuptim, nuk jetë. Tregu ekziston aty më patjetër kur ti nxjerr produktin, ti në treg do nxjerrësh produktin. Problemi është që mund ta nxjerrë me pak kosto, po prapë nuk e shet dot Marlin tani. Ja fiks, shpjegohet tani. Se kanë kapur tregun pra. Bie çmimi. Po si garancimi i tregut bie në fund dhe qeveria nuk i ka dhënë asnjë garanci që pora çmimi unë do ua blej me çmim çik më të lartë që ju të mbijetoni. Po nuk është e subvencioni pra, është kapja e tregut. Që keni unë do t'i çoj në shkolla për të bërë ushqim për fëmijët. Kapri, është kështu? Tani dëgjoj, kam një pyetje. Merr të njëjtat produkte ushqimore blegtorale në supermarketet. Emisioni mbaroi, po e mbyllin për disa. Të njëjtat produkte, të njëjtat marka, të njëjtat brenda. Makaronat Barilla, s'ka rëndësi. I ke 80% ose 100% më shtrenjta në Shqipëri se në Itali. Kjo është e vërtetë në fakt. Që është 5.000 paga mesatare, 5.600 me lartë, po pse pra? Se është i kapur tregu pra, se 2-3 veta le qeveria të importoj. Provotit të import të shkoshtë dogan, nuk të le njëri. Nuk të le njëri të importosh. Se kemi shkërat shtrenjtë, se nuk prodhohet. Po pse nuk prodhohet? Po se që kapur tregu, po. Shtetjen e dur nga shteti. Jo është e kundërta. Ja të marrë një shembull, se lavdëroi Trumpin. A e di ti që sot Trumpi po vendos tarifa, pra po cënon tregun e lirë ndërkombëtar për të mbështetur industrinë amerikane. Pra Trumpi po ju thot shit vet makinave, ju kur qisin Amerikë nuk do shisnin kushtet tregut të lirë. Po brenda vendit çfarë? Edhe herë. Sot duhet diskutuar në kontekst. Pra që është një mas prej shteti zhvillimor që thot nuk mjafton tregu, duhet një shtet vizionar. Patjetër më që është e rëndësishme. Tani aty duhet parë rast pas rasti çfarë bëhet. Po them, Alin Qori i pëlqen kjo gjë e Trumpit. Vetë Trumpi po them, po thot industria amerikane duhet mbështetur nga shteti amerikan. Po thoshte Trumpi, ore të gjithë lirët konkurrojnë edhe fitoft më i mirin tregun global, do përfundoni si mos më keq siç kanë përfunduar më parë. Prandaj them një shtet zhvillimor kupton cilat janë sektorët që kanë potenciale më të mëdha zhvillimi. Kur mund të kesh ti nesër një avantazh krahasuar dinamik, investon aty, mbështet investimet atje, vendos edhe kriteret e eksporteve kështu me radhë në mënyrë që ty të fuqizohet ekonomia. Përndryshe, ne do jemi një ekonomi që do i shesim qep njëri tjetrit gjithë jetën e do i shërbejmë kafe njëri tjetrit. S'do kemi as bujqësi zhvilluar, as industri zhvilluar, as shërbimet kualifikuar. Po këto nuk i bën shteti, i bën tregu Arlind. Tani imagjino në Shqipëri vendosim tarifa, se çfarë mund të mbroshë Shqipëri sot se s'ka asgjë. Një ekonomi në të cilën shteti ka një vizion zhvillimor, ku aty ku nuk mjafton tregu, po e them, aty ku nuk mjafton tregu, patjetër ndërhysh me subvencione, me përkraj, me kualifikim të forcës punëtore, me garantim çmimit nga herë në bujqësi, pra nëse i bie bujkut çmimi i tregut poshtë kostos, shteti thotë do ta blej unë dhe do ja çoj fëmijëve në shkolla këtë gjë. Dhe ky është shtet edhe zhvillimor edhe social. Po shteti do fusi duart, do lidh duart mbrapa kurrizës, do bëj asgjë. Thjesht deputetët do marrin rrogat e tyre, edhe oligarkët do vazhdojnë të bëhen pasur. Tu Arlini nuk ndryshon nga të gjithë tjerët. Sepse thot me shtet do bëj këtë, me shtet do bëj këtë, me shtetin do bëj këtë, pra me shtetin do i rregulloj të gjitha Arlindi. Nuk funksionon. Unë sapo dash një shembull që në Shqipëri ke një sektor të zhvilluar që ka pasur zero vëmendjen e shtetit. Madje është zhvilluar vetëm sepse shteti ka qëndruar larg. Pra gjithë industrisë së klinikave private të dhëmbëve që japin një shërbim të shkëlqyer dhe me çmime disa herë më të lira në Europë. Pra ti duhet të kesh një treg të vërtet një radhë të parë dhe fakti në Shqipëri që bujqësia në radhë të parë me që përmendi Arlindi, megjithëse mendoj që bujqësia nuk na jep në një avantazh konkurrues në ekonomi ka sektor tjerë që ne duhet t'i orientojmë, nuk është zhvilluar pikërisht sepse ata kanë pasur tregun kundër, më saktë qeverinë kundër, përmes favorizimit të bizneseve të caktuara për përfitime Jo, mos, çfarë diferenca juaj? Të shpejtë. Por ama ajo që mbeti para të mbyllë emisionin është kjo që Arlindi shtoi vetëm një më shumë bujqësi, nuk e dia mund të shtoj të tjera. Industri më patjetër. Edhe industri. Nëse dikush thotë, unë do bëj një investim në industrinë automotive në Shqipëri. Automotive, po të bëj pjesë të makinave. Unë them që shteti shqiptar aty nuk duhet i marr taksa për disa vjet rresht. Ndërkohë që aty që ndërton hotele me 5 yje, duhet që t'ia rrisi taksat. Të po them, është një shtet zhvillimor ai i cili thotë, mua nuk më duhen kulla.
unë kullat nuk i shoh si përparësi, unë shoh përparësi industrinë, bujqësinë dhe shërbimet e kualifikuara. Pra është një shtet i cili luan edhe nëpërmjet taksave për të nxitur investimet më shumë në ata sektor që kanë rritjet produktivitetit të punës. Për të ndryshuar, do ngelim baltovin nga pikpamja ekonomike. Tani Alindi po flet pak si ne, se ne kemi program që të përgjysmojmë taksat. Po, absolutisht. Sa do i rrisim, sa do i përgjysmojmë, sa do i heqim. Absolutisht që qeverisja përmes një vizioni orienton mënyrat e caktuara investimi. Po vetëm orienton, thua ti? Po orienton. Jo më shumë se kaq. Në qoftë se ndërhyrën e ka shkatruar. Po si më thuaj një shembull të orientimit. Mund ta orientosh nëpërmjet taksave? Po patjetër, kjo është një element. Po pra, atëherë s'ka më treg të lirë timin absolut fjalës. Treg i lirë do të thotë 5% taks për të gjithë. Nëse thua 0 për këta, 5 për këta, 10 për këta dhe 15 për këta, kjo është ndërhyrje e shtetit. Në letra ne jemi një vend që s'kemi dogana me Bashkimin Evropian, por kemi me qindra doganierë të cilët pengojnë të bëjnë tregti të lirë. Kjo është ndërhyrja e shtetit pra dhe korrupsion. Kjo është lufta e korrupsionit. Kjo është lufta e karakterit grabitqar të shtetit. Thelbësore. Nga shtetit interes publik. Por ti thuash njerëzve të cilët për shembull që dakor, unë do të ul taksat, unë do të jap edhe subvencionime. Edhe hajde se e kanë bërë në Shqipëri. Kanë dhënë subvencionime të shumta këta. Për shembull, ato mollët në Korçë që përmenda unë janë ngritur në pjesë të madhe përmes subvencionimit të qeverisë. U kanë dhënë para, kanë bler fidan, edhe kanë rritur fermat e tyre të mollëve. Sot i hedhin në kanal. Po pse? Për shkak të se ka bllokuar tregun Alind. Po pse u bie çmimi dhe shteti duhet të garantojë çmimin, sepse ka favorizuar disa klientë të qeverisë. Edhe ka ndryrë shtetin në qeveri. Po patjetër, kemi pikat e grumbullimit që u marrin gjithmonë me çmim të ulët. Kemi një pjesë, kemi këtë. Po pse shteti atëre vendos që kapitalin e madh të dytë kapitalin e vogël. Pikat e grumbullimit janë zakonisht këta që mund t'i quajmë oligarkët e bujqësisë, të cilët mbysin fshatarët e vetë fermerët. Janë licencuar nga qeveria dhe kontrollohen nga qeveria. Pra duhet të ketë pika grumbullimit të tyre. Pra unë të dash një shembull. Ti mund thuash që si ta shmangim ne këtë, duke futur shtetin edhe në sektorin e grumbullimit, duke thënë shteti, unë juve po u morën këta me çmim shumë ulët, unë do u marr me çmim më të shtrenjtë. Kishte një pyetje, ata dash përgjigjen. Ke fushën e Korçës, që u zhvillua në pemtore, me ndihmën e qeverisë, me subvencione. Po ti thua mos jepte fare subvencionin. Ore sot është drejtë shkatrimit, s'u shkatrua. Ishte shkatruar para 10 vjetësh. Po jo më tani, pse tani? Ti e investove e bëre, pse u shkatrua Alin? Subvencioni është u shkatrua pikërisht apo të mungesës së tregut, të tregut. Është tregu elementi. Po njëri prej hapave. Këtë fjalë, pse pranon që është tregu problem? Edhe herë. Që është zëri, është kapja e tregut. Po edhe herë, tregu kapet gjithmonë, ose gjithmonë ka më të fuqishëm, që nganjëherë i bën dhe vetë tregu më të fuqishëm, nganjëherë i bën shteti më të fuqishëm. Tregu her pas here shkon drejt oligopoleve dhe monopoleve. Madje nganjëherë shkon dhe me forcat e veta, sepse njëri që arrin të jap një produkt që është dukshëm më i mirë dhe më i lirë se të tjerët, i falimenton gjithë ata të tjerët dhe pastaj është në pozitë për ta kontrolluar tregun. Patjetër që këtu duhet të ketë politika antimonopoliste, antioligopoliste, pa diskutim. Problemi është tek faza më parë dhe më pas kësaj. Faza më parë kësaj është sa subvencionon, a subvencionohet në mënyrën e duhur dhe a shpërndahet sipas meritës subvencioni, jo tek kushuriri i ministrit. Nuk është garanci vetë. Dhe e dyta, çfarë ndodh me çmimin? Kur çmimi bie poshtë kostos, a ka ndonjë detyrim shteti apo duhet ju thot fermerëve, zoti ju dhasht? Ju paf zoti. Këtë thot shteti i Shqipëri. Mbasi bie çmimi poshtë kostos, shteti ju thot fermerëve, ju paf Perëndia tani, nuk kam çfarë t'ju bëj. Në vendet e zhvilluara, shteti ju thot, jo, qofse ty të bie çmimi i produktit nën kosto, do ta blej unë me çmim më të lartë. Edhe hedh shtetin në kanal pas. Po nuk hedh kanal, mos e ke shkollat, më ushqen shkollat, më ushqen institucionet publike, më ke 1000 gjëra për ta bërë. Komunistë tani ushqen shkollat akoma, po nuk e bën. Informohu, e bën Bashkimi Evropian këtë gjë. Nuk bëhet kështu tani. Bashkimi Evropian. Lexo tani se mund të blej produkte pa përgatitur tani. Po jo më vjen keq. Edhe blen më produkte. Bashkimi Evropian, politikat bujqësore të Bashkimit Evropian janë nga më agresive me mbështetjes së fermerëve. Me një sektor në Shqipëri që është zhvilluar me ndihmën e shtetit, nuk ke më bën. Në Shqipëri nuk është zhvilluar asgjë, as me ndihmën as pa ndihmën e shtetit, sepse në Shqipëri kemi një matrahur korruptive. Nuk ka më zgjidhje me shtet. Nuk ka zgjidhje me shtet. Një shtet social, një shtet drejtës. Përkundazi, sa më shumë shtet, dhe Shqipëria ka pasur shumë shtet dhe ka se probleme të mëdha. Jeni për vazhdimin e SPAK-ut për një mandat përjetshëm apo duhet të mbarojë? Absolutisht, SPAK-u është rëndësi historike, duhet të vazhdoj. Duhet të vazhdoj gjithkohon, thotë. Patjetër, ka një mision. Domethënë, të godasësh SPAK-un sot. Jo. Edhe më tutje më. Jo patjetër. Një mandat të përjetshëm pra që mos kishte një afat mbarimi. Dëgjoj. Të godasësh sot SPAK-un është një lloj sikur Ramiz Alia në 90-ën të ndalonte pluralizmin politik. Është kaq antihistorik. Problemi thelbësor në Shqipëri është mungesa e ndërkushmërisë së korrupsionit. SPAK-u po e bën, kjo është një zgjidhje thelbësore për shoqërinë dhe politikën shqiptare dhe kërcënimi se do
heqim do ta zhdukim SPAK-un është antihistorik, Çani. Ka që bukur. Qori, SPAK-u duhet vazhdoj, sigurisht deri në ditën që do jeti nevojshëm SPAK-u. Pra SPAK-u dhe gjitha institucionet e reja drejtësisë janë institucionet e një gjendje emergjence apo jo. Është si puna e prokurorisë antimafia në Itali. Pra ke një situatë emergjente, ata mafia ne korrupsioni dhe kemi ngritur strukturat posaçme me kompetenca goxha të mëdha. Dhe sigurisht sa kohë korrupsioni është, dhe unë besoj do vazhdoj dhe për ca kohë, tjetë goxha i pranishëm në shtetin shqiptar, to institucione duhet mbështeten. Unë shpresoj shumë që të vi pas disa vitesh dita, kur ne të mos kemi nevojë. Pra, kur lufta dhe korrupsionit tjetë arritur rezultate shumë të rëndësishme, dhe pastaj sigurisht i të gjitha vendet e tjera, të kemi dhe ne. Mos kesh nevojë për gjykat speciale. Mos kesh nevojë për edhe herë. Këto janë institucione speciale për një situatë speciale. Unë uroj që kjo situatë speciale të mbarojë sa më parë, por nuk jam me këtë që në fillim heqim institucionet pa pastaj le të vazhdojë situata. Jo. Institucionet duhet të qëndrojnë detyrë dhe unë besoj për shumë vite duhet të qëndrojnë detyrë edhe në Shqipëri. Por unë nuk mendoj që pas 50 vjetësh le të vazhdojnë të jemi në këtë katandi, domethënë. Mos vazhdojmë më shumë. Po mirë, tani i bie që ne punojmë kot, pastaj ne veprojmë kot. Nëse ky korrupsioni galopan do vazhdoj 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet. E kemi pa mandat, SPAK-un ta ruajmë, se do godasim. S'ka mbaruar mandati prokurorit të parë, imagjino. A jeni dakord me këtë që po bën ky presidenti i Ekuadorit është ky? E ngatron gjithmonë. Ai që kapta dhe i vret pa gjyq, ata të drogës, ata të krimit e këta. Jo. Si ka kualelele, se si e ka emrin. Në çdo njeriu duhet i garantohet një proces normal gjyqësor. Qori, ai për shembull po arrin rezultate të pa para në luftën ndaj drogës së këtyre. Shiko, problemi se unë harroj kush është ai tani. Bukele po. El Salvadorit. Presidenti i El Salvadorit Bukele. Më duket se ka futur ushtrin ai që Po, ai s'ka, ai ka futur ushtrin vëlla dhe po merr kështu. Ti arrin do ishe për këtë, do ishe për një zgjidhje tjetër radikale në Shqipëri. Problemi në Shqipëri nuk është se vriten 300 vetë në ditë nga lufta midis bandave kriminale. Më kupton që problemi në Shqipëri është që krimi organizuar është aq shumë i lidhur me shtetin, sa që kjo gjë luftohet me institucione të forta, nuk luftohet me sherif, nuk luftohet me ushtrin rrugë. Se mua më kujtohet ajo fillimi i pandemisë që Edi Rama luftonte virusin me parada ushtarake. Edhe një herë, le të marrim shembullin e Italisë. Italia ka sot gjykata dhe prokurorinë antimafia më të mirë në botë. Sigurisht se ka dhe mafian më të fuqishme në botë. Dhe aty nuk luftohet mafia me mitroloz duke shkuar gjithandej. Luftohet me prokuror që kanë shumë kompetenca, që janë të sigurt, që janë të mirë përgatitur, që janë të guximshëm, me institucione që gjurmojnë krimin ekonomik. Pra, krimi luftohet me struktura, me institucione, nuk luftohet me sherifa. Jo, është problemi në thelb është politik. Në aty ka një situatë jashtëzakonshme, ne në Shqipëri kemi problem politik. Po pse aty nuk ishte politik? Lidhja e krimit me politikën në Shqipëri këtu pa lejen e politikës. Lidhja e krimit me politikën këtu nuk është bërë fal një zotësie të krimit për ta bërë të gjë, për shkak se politika e ka lejuar, për shkak se Rama ka vendosur që t'i përdorë këto lidhje për të zgjatur veten e vet në pushtet. Kështu që është problem politik. Në momentin që rrëzohet Rama, priten lidhjet e krimit me politikën dhe nuk kemi një situatë. Dhe për ta mbyllur emisionin, në qoftë se zoti Rama do fitoj mandatin e 4, për mua ka shumë të vështirë, po e zëm se e fiton. Pra merr 7-1 lart deputet. A është dhe ky fundi i sakrificës tuaj disa vjeçare, po themi, mbaron këtu sakrifica juaj? Jo, përkundrazi, për ne sa ka filluar. Se i bie që ai është mandati 4 i tij. Jo, përkundrazi, dëgjoj, Çani, ne kemi thënë që jemi një. Ne e themi që këto zgjedhje për ne janë shumë të rëndësishme. Nuk kemi 60 sekonda kohë. Kemi një objektiv në bazë edhe të sondazheve që bëjmë vetë, por edhe të tjerave, për të arritur një objektiv për të pasur një grup parlamentar në këto zgjedhje. Pra ne nuk kemi delirant të themi që duam Jo, nuk thash do fitoni ju të pushtetit. Po patjetër. Thash, nëse ai merr mbi 70 pra, deputet. Do jemi më të motivuar për të vazhduar betejën tonë. A është ky fundi i lëvizjeve e këtyre përkundrazi, do të jetë fillimi. Ja shumë simpatike për është fillimi. Nuk duhet të ketë dorëzim, domethënë për ne thelbësore. Pra dhe mandati 4 i Ramës, i Edi Ramës, aty nuk mund t'ju dekurajojë, do ju bëjë të vazhdoni më fort. Patjetër, më të motivuar. Është e sigurt ka. Patjetër, absolutisht. Qori, ky është momenti jot për ta mbyllur emisionin. Unë për herë të parë kam marrë pjesë në protestë, kur më qenë vit parë gjimnaz. Në vitin fillim vitit 97, aty. Unë e di për gjë tënde, po e firmave piramidale, unë kam 14 vjetë që merrem me politikë aktive, në kuptimin si aktivist për drejtat e punëtorëve edhe studentëve kryesisht. Dhe unë mendoj që aq sa të kem jetë, unë do merrem me politikë, duke çuar përpara idetë e mia
qofshin këto në kryet qeverisjes vendit, qofshin këto në opozitën parlamentare, qofshin dhe në rrugë në jetën e përditshme. Për mua të bërit politik për drejtësi, për realizimin e idealeve që mendoj që janë në të pirën e shumicës dërmuese të shoqërisë, për mua është mënyra më e denjë për të jetuar. Ka pas pyet Sokrati 2500 vjet më parë, cila është ajo jetë që ja vlen të jetohet. Ose që ja vlen më shumë të jetohet, po kupton? Pra, cila është ajo jetë që ja vlen më shumë të jetohet, ai thotë jeta që i përkushtohet drejtësisë, idealeve të drejtësisë. Në këtë sens, për mua të merresh me politikë do të thotë luftosh për materializimin e idealeve të drejtësisë dhe në këtë sens kjo luftë nuk ka fund, kushdo qoftë në pushtet. Nuk ka as kohë kjo, nuk ka as kohë në fakt. Koha është vetëm koha biologjike, kur të merr. Por kuptimi nuk është kohë politike, nuk është kohë politike. Vetëm një shembull Çani. Domthonë situata është e vështirë absolutisht. Pushteti Ramës sot është i fortë, ka një ndikim të jashtëzakonshëm kudo, por mos harrojmë që ne kemi qenë diktatura më e egër në Ishlindje dhe gjërat ndryshuan. Kështu që mendoj që jo thjesht është çështje kohe, por mendoj që është çështje besimi dhe mos tërheqje, po këmbgulje për të arritur që Rama të rrezohet nga pushteti. Megjithatë, duke qenë se janë komunikuese, po Ledio. Meqense ishim këtu kam një foto në fakt. Ke një foto? Po. Një krahasim. Me që po flisim për zotin Rama? Po. Ja ta shohim. Jo, në fakt Mehmet kanë qenë është si Kim Jong-ungu i Koreas. Nuk është si Enver Hoxha. Edhe si ky, por Ngjashmëria pardesys është. Pardesyja është si ky pra. Është si Enveri apo jo. Se e krahason me Kim Jong-un. Po. Me të gjithë e kanë krahasuar, delirën madhështisë sigurisht. Po çka të pallë. Po për tregj vëmendjen. Po në qoftë se falenderoj Ledio. Po në qoftë se edhe kjo është e fundit. Vërtet se të nuk do ta mbaj stafin më gjatë. Në qoftë se i vjen Berishës një kështu. Thonë që tani nuk është asgjë është e konfirmuar që mund të shkojnë në Washington, por po shkojnë në Washington me vizë speciale në familja është rënia non gratas. Pra non grata nuk ka më vlerën që ka dërso. A kanë ndryshim për ju, Arlin, duke qenë se jeni komunikuese pra? Arritet PD-ja, ulet Rama, arriteni ju, uleni ju, çan dot pra, sepse ti vetë je dakord me mua dhe Kapri besoj që ju nuk mund të ekzistoni pa të tjerët, pra ju ekzistoni sepse janë të tjerët, pra dikush ulet, dikush ngrihet. Drejtëtaj, se nuk është kështu që secili hecën atë të vetën. Duam, është një treg politik ky. Unë mendoj që shoqëria shqiptare është aq e neveritur me Edi Rama, Sali Berishën, Ilir Metën e kështu me radhë. Sa që thua nuk Saqë çfarëdo lloj fotografie me këdo në botë. Jo fotografie, jo. Thjesht ideja që po shkon në një vend që e ka nxjerrë non grata. Po ndryshon prandaj. Edhe një herë. Për ata që a ndryshon gjë apo jo? Marrin pension 100.000 lekë vjetra, marrin rrogë 350.000 lekë vjetra. Për ata jo. Për ata që nuk ju funksionon shëndetësia, arsimi e kështu me radhë, se çfarë bëjnë ta, se me këtë dalin foto. Ti thua nuk ndikon. Për mua ndikimi do jetë jashtëzakonisht i ulët. Prandaj besimi im është te shoqëria shqiptare dhe komunikimi ynë si lëvizje bashk është me shoqërinë shqiptare. Pra ju çfarëdo që ndodh te kampet e atyre thua ti nuk ju prek. Nuk se kjo është jo. Kapri për ta mbyllur. Ka edhe një diçka tjetër. Sigurisht që ne të paktën jemi edhe në betejë me kulturën, mentalitetin politik. Fatkeqësisht ne bëjmë politikë si në 90-ën ende. Jo thjesht janë të njëjtët personazhe, por bëjmë edhe politikë si në 90-ën. Madje bën të njëjtat gabime. Ne po më marr si shembull 2017-ën, 3 ditë para zgjedhjeve, Basha doli foto me Trumpin dhe humbi më keq se asnjëherë më përpara PD-ja. Në 2017. E vërtetë është. Kështu që kjo është e përgjigjja e Dhe që mos harroj unë se më kishte më mbeti fiksim, a ju shqetëson kjo që po ndodh në Rumani në këto momente? Kaprit e pastaj Arlindi për ta mbyllur. Është situatë tjetër. Njeriu i votuar, njeriu që ka marrë votat e njerëzve, ky Gjoxhesku si e ka, i vetëm që e futën në burg, po tani hoqë KQZ-ja fare, ka vendim nga gjykata kushtetuese atje për ta ndaluar. Për shkak të vërtetërisë. Tani është një situatë tjetër. A është alarmante kjo që po ndodh në Rumani, një vend të Bashkimit Evropian? Është një vend që ka një influencë të gjerë ruse, një ndikim rus, pra është një situatë krejt tjetër, shqyrtësimin atë situatë. Kjo është narrativa e Brukselit që ka ndikim ruse këto. Po kapra ka pas gjithmonë tani. Rumania është gjithmonë ka qenë midis perëndimit dhe lindjes. Edhe kur u nda. Dhe në emër të kësaj nuk duhet lejuar njëri që merr votë e popullit të kandidojë apo jo? Jo, një sekondë, aty ka një vendim gjyqësor. Ka një vendim gjyqësor që lidhet edhe me shumë aspekte të tjera. Prandaj po them është çështje specifike aty e vendit atje. Nuk lidhet thjesht ja ka ndaluar Çani, apo thjesht fakti se ky është filorus. Po lidhet edhe me disa aspekte të tjera që kanë të bëjnë me akuza korrupsioni etj etj. Arin, si kam ndjekur, më vjen keq, nuk e kam ndjekur. Nuk e ndjekur fare të Rumanisë? Un pak, domethënë, di kaq sa më the ti, domethënë, që se ka lënë kandidoj, po s'di të them. Në parim sigurisht çdo kush do të jetë i lirë
të kandidojë dhe të mbështetet nga populli, por nuk i di detajet tani për çfarë. Okej, Komisioni i Venecias voton nesër për Rumaninë, thotë kanë dalë me deklaratë sot që është thyer çdo standard. Pra, nesër është thyer çdo standard. Është alarmante kjo që po ndodh atje. Megjithatë unë e them këtë jo për ju këtu, po e them për njerëzit që janë të interesuar sepse ka një kontekst tjetër, më të gjerë, shumë detaje nuk i di mende. Po pra, është kontekst më i gjerë i kabalës që po mundohet të heqin njerëz që nuk mendojnë një special. Po rumunët kanë një fat të madh që janë pjesë e Bashkimit Evropian, ndryshe nga ne, kështu që është garanci plus për ta. Jo, kjo nuk është garanci, kjo është shqetësim i madh. Është garanci. Kjo është precedent, imagjino çdo bëhet në Shqipëri. Është garanci. Imagjino çdo ndodhi në Shqipëri vëlla. Kur ndodh kështu në Rumani, në një vend Bashkimit Evropian, pra e kupton, pyetja është ç'është BE-ja, vëlla? A është më BE-ja apo jo? Ajo BE që kemi njohur. Patjetër. Apo është në ikje? Po kjo është një histori tjetër se do ju ftoj të flasim një ditë për këtë premtimin e zotit Rama që në 27 ne mbarojmë kapitullin e 2030 jemi në BE-s dhe kjo është një periudhë e paparë. Edhe kjo është shampanja e radhës, gënjeshtër e radhës. Manipulimi i niveleve të larta, e kupton se kë do të mashtrojmë me këtë. A thua se këtu ka njerëz që mezi pres ty në BE, edhe mund të ketë, nuk e di. Do presin sondazhet. Edhe sikur të dojë nuk i dot. Ti hyn kapri në parlament, je i dytë në listë në Tiranë. Shpresoj që po. Dhe në bazë sipas sondazheve, nëse aq sa i beson sondazheve ti. Jo, sa merr partia juaj? Ne kemi thënë që bëjmë sondazhet tona dhe ne jemi diku tek rreth 10% e mbështetjes popullore. Ti do të thotë 10% sa deputet përkthehen pak a shumë? Në Tiranë midis 4-5 deputetëve. Midis 4 dhe 5. Po. Pra 4-5 në Tiranë. Po. Po unë flas në rang kombëtar tani. Tashi varet dhe nga qarku, varet sepse dim që ky është një sistem i çuditshëm në Shqipëri, po pak a shumë në gjitha qarqet që janë mbi 10 mandate, ne mund të marrim një mandat. Në qarqet që janë mbi 10, po. Mbi 10 mandate çdo më Po thon. sepse mbi 10 që kanë mbi 10 mandate, pra Korça, Fieri, Elbasani. A ku kanë mbi 10 mandate? Sepse është dhe numër më i vogël votuesish në këto qarqe apo më i madh? Jo, thash, ne kemi një mbështetje në bazë në Tiranë. Sa mijë vota duhet të marrësh të bëhesh deputet me këtë sistem? Ditë më thuash? Varet dhe sa votojnë, po është me diku 13.000, 15.000 sot për një mandat. Pra, Arlindi për shembull normalisht Arlindi duhet të dalë se Arlindi ka marrë zgjedhje lokale, që do marrim atë trend, edhe pse nuk është ideologjik, nuk është një i paradigmë, po çon si ka, duhet të ishte deputet sot me ato vota apo jo? Me 13 sa mori Arlindi 14.000 sa? 13.850. Pra ka shumë këto vota do të marrësh për të dalë deputet apo jo? Këto do i marrë Redi Bushi se është i pari. Vota për Bashkinë e Tiranës, qarku i Tiranës është më i madh se sa Bashkia e Tiranës. Sigurisht që nuk bëjmë llogaritë tilla, ne luftojmë për çdo votë. Ajo që unë kam bërë është që të mos pranoj propozimin e të gjithë njerëzve të tjerë në lëvizjen bashkë për çeti parin listën e Tiranës. Unë kam dashur të jem goxha më poshtë në atë listë, kam luftuar fort që të jem i katërti në listën e lëvizjes bashkë Tiranës, për ta, jo vetëm për të dhënë një sinjal emancipues politik, por edhe për ta, unë jam i dyti, po. Në fund fare, Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë vendosi që të isha i dyti, sigurisht i paris do isha asnjëherë, se i kisha vendosur për vetë atë gjë. Do jemi dyti mbas aktivistit dhe pedagogut Redi Muçi. Redi Muçi, po, Redi është djalë edhe herë tjetër këtu, që është njëri goxha i përgatitur. Po edhe për të dhënë idenë që në Shqipëri partitë deri më sot kanë qenë vetëm zgjatimet kryetarit, kanë qenë përpjekje të gjithëve për të bërë vetëm kryetari deputet. Do t'japim modelin, shembullin që një parti është shumë më tepër se kryetari, është një bashkim vullnetar i njerëzve që kanë parime ideale të përbashkëta dhe që duan ta transformojnë vendin e tyre për mirë. Po s'më thua dot, për shembull Eraldi thanë, Tiranë ka 85 deputet, ndërsa ti për mua shiko, për mua është diku është arrogante të bësh thua kaq deputet apo aq deputet. Realiste më alin. Unë mendoj që është arrogante sepse dakord. Unë nga këndvështrimi im e quaj arrogante sepse ka njerëz që thonë i keni kaq vota në xhep, i keni aq vota në xhep dhe unë them, jo, ne të sigurt kemi vetëm votën time. Qartë. Vetëm një votë është i sigurt për lëvizjen. Bashkimja. Të gjitha të tjerat duhet, për gjitha votat e tjera ne duhet të luftojmë. Për sa më shumë vota. A do jenë 50, 60, 200, 300.000, nuk e di. Ne do luftojmë për çdo votë, ne do luftojmë në çdo qark, sepse kudo kemi besimin që mund të mbushim mendjen e njerëzve se jemi alternativa e duhur. Pastaj e din njerëzit në ndërgjegjen e tyre, në fshëtsinë e ndërgjegjes tyre, se këtë do votojnë ditën e fundit. Dgjoj, ne kemi pra ne mbështetjen dhe votën sigurisht do luftojmë për çdo votë me gjithë kandidatët tanë në gjithë Shqipërinë, por sigurisht që jemi njerëz me këmbë në tokë. Pra, themi që kemi një mbështetje diku te 10%, duam fort që të arrisim se mbështetje dhe ta marrim si garanci në zgjedhjet e 11 majit. Dhe me këtë mbështetje unë thash që ne aktualisht jemi në këtë mbështetje për rreth 4 dhe në 5 mandate në Tiranë dhe në qarqet që janë mbi 10 mandate të marrim edhe atje një mandat minimumi.
urojmë fort që t'ja realizojmë të, sepse do kemi mundësin të kemi një grup parlamentar që është historike, pra se ka realizuar askush, dhe kjo si hapi parë është diçka shumë e rëndësishme. Pra dhe është kjo që na ndanë dhe na jemi ndryshe nga të tjerët, pra që jemi me këmbë në tokë, nuk jemi delirantë, sigurisht. Arlind, pyetje e fundit për ty, a do kandidosh në qoftë se Erion Velia nuk do jetë më kur i bie zgjedhjet e një sekond, se më thonë a do kandidosh sërish për kryetar bashkie, thot Arlindi në qoftë se zgjedhjet bëhen korrik? Nuk është një vendim që më takon mua, do të diskutoj me strukturat Po nuk thua jo, nuk thua jo. As se kam shtruar nuk e ke menduar. Për diskutim, për mendim, kur të vi radha, do e diskutojmë dhe do bëjmë atë që është më e mira. Okej. Atëherë ju falenderoj Ashmase, u kënaqja shumë sot, ishte debat me thelb shumë sot ky që u bë këtu në këtë studio dhe prap jam shumë i kënaqur që ndodhi kështu. Se radhë midis Arlind Qorit dhe Eral Kaprit, sigurisht që unë nuk do lë paftuar edhe partitë e tjera si ajo e zotit Lapaj, megjithëse tani zoti Lapaj më duket është bashkë me këtë të Endri Shabani dhe Panosokos, apo jo, ata janë bashkë koalicion. Pra nëse fton njërin, zesi ke ftuar të dy. Apo jo, ai bie kështu. Pak a shumë. Paguaj një mërë dy, si është. Jesë do t'i pyes ata për të punën e listave, sepse po marrin shumë akuza këto ditë që ka vënë babai në aman këto, do të pyes cila është e vërteta. Se ato janë në fakt ajo është fiktive e gjitha, dhe ata e kanë shpjeguar, po çon si ka. Por që korrekt, po që korrekt. Më fiktive është e moralshme thotë? Jo, është fiktive në kuptimin që është për të sfiduar sistemin këtë të listën e mbyllur më burr, në këtë kuptim është fiktive. Që ata e kanë thënë, po prinsi ka, kjo duhet sqaruar sepse është gjuna që të bëjmë insinuata, kështu sepse aq vepur janë në studio. Kështu që do e ftojmë. Megjithatë Arlindin dhe Kaprin ju do e shikoni shumë shpesh në studion time, nuk e di në muajin zgjedhor se sa do kemi mundësi se na vinë këto të kësaj që duhet me minutazhe, atë një muaj para zgjedhjeve, më duket është kjo, ç'është kjo më? 30 ditë, po. 30 ditë, po pra që i bie. Balancimi i kohës. Po deri atë kohë që s'kemi kështu detyrimesh, unë do ju ftoj prapë sepse u kënaqja shumë me ju të dy sot. Falenderoj shumë. Nuk do të them suksese, do shihemi prapë. Okej. Të nderuar zonja dhe zotëri, ky që edhe emisioni për sonte, ora është 23:26 minuta, për të thënë që kemi kaluar 26 minuta orarin zyrtar. Ju falenderoj Ashmase që na ndoqët me Kaprin dhe me Qorin, unë po ju lë këtu për sonte, bashkë takohemi të martën. Deri atëherë të gjithë ju që jeni në dilemë dhe që nuk po ju shtyhet. Thoni duam të ikim nga ky vend, jemi keq, jeni në depresion, nuk po ju ecën asgjë. Ju vjedhin, ju fusin duar në xhep, ju shantazhojnë, keni ngel pa punë etj. Duhet urgjent asnjë dilemë. Valixhet çat keni, merrni ato gjëra që keni, ato lekë që keni mbledh më janë dhe urgjent largoni nga ky vend. Ku do shkoni? Është fare e thjeshtë në Kosovë. Vetëm në Kosovë.